Në rubrikën në farmaci do t'ju japim një informacion të përgjithshëm për sa i përket omega-3-shit. Janë acide yndyrore esenciale të cilat luajnë një rol të rëndësishëm për shëndetin e zemrës, trurit dhe sistemit nervor. Trupi ynë nuk i prodhon dot vetë, ndaj duhet i marrim përmes ushqimit apo suplementeve. Llojet kryesore të omega-3-shit janë EPA, i dobishëm për shëndetin e zemrës dhe kundër inflamacionit. DHA, i rëndësishëm për trurin, syt dhe zhvillimin e fetusit. ALA, gjendet tek burimet bimore dhe konvertohet në sasi të vogla në EPA dhe DHA. Burimet kryesore i thash në përgjithësi përsa i përket këtyre, po themi, ndarjeve, janë peshqit yndyror si salmoni, sardelia e të tjerë, vajrat e peshkut, vajrat bimor, arrat dhe farat, veçanërisht farat e linit dhe kia. Përfitimet kryesore: mbron zemrën dhe ul rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, përmirëson funksionin e trurit dhe kujtesën, ul inflamacionin në trup, mbështet shëndetin e syve dhe zhvillimin e fetusit gjatë shtatzanisë, mund të ndihmojë në uljen e presionit dhe të ankthit.